Deçan, gjitha partitë politike, shoqatat janë kundër këtij vendimi dhe natyrisht ne jam edhe kundër këtij vendimi sepse është vendim politik dhe është i padrejtë. Gjykata kushtetuese si dashur ndërhyn këtë temë, sepse s'është temë gjykatës kushtetuese, është ndërhyrje politike, janë të ndikuara nga politika, prandaj për ne edhe janë të papranueshme. Nuk mundet as kryeministri, as partia, as kush me dalë jashtë platformës qytetarëve të Deçanit. Dhe këta janë njerëz qytetarë të Kosovës. Dhe për këta duhet edhe ata bile spaku ndoshta janë banu edhe në përmendësime, qoftë si kryeministri, qoftë si president, qoftë si kuvend. Këtu në çështje që 16 vite të cilat janë të trajtuar në komunën e Deçanit. Vendimi është i papranueshëm për qytetarët e Deçanit. Na jemi përfaqësues direkt të qytetarëve të Deçanit. Të nderuar qytetarë të komunës së Deçanit, duke vlerësuar të padrejt vendimin e gjykatës kushtetuese për faljen e prona o manastirit të Deçanit, ju ftojmë të gjithë bashkë në protestën gjithë popullore të enjitën me 16 qershor 2016 në orën 12. Të dashur qytetarë, luteni nga ora 12 deri në orën 12:30 të mbyllni dyqanet dhe të bashkoheni protestës gjithë popullore. E enjite 16 qershor, ora 12 të gjithë bashkë në sheshin Mentor Tolaj në Deçan.